Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski pajtohet me propozimin e kryeministrit që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorëve Publik të përgatisin një listë asaj që nevojitet në aspektin financiar dhe ta dorëzojnë atë. Absolutisht se pajtohem me kryeministrin, duhet të kemi një buxhet në mënyrë që të dim se çfarë duam, në mënyrë që buxheti qendror të mund të ndaj fondet që na nevojiten dhe nga deklaratat e tij kuptoj se ai gjithashtu pranon të vazhdojnë në atë mënyrë. Buxheti për vitin e ardhshëm, theksoi ai, tashmë është drejt përfundimit dhe bëri me dije se planifikojnë punësimin e minimumit të punonjësve të nevojshëm që mungojnë nëpër gjykata. Lidhur me deklaratën se kryetarët e gjykatave marrin pagë për 180.000 denarësh, Kambovski thotë se nuk ka një gjë të tillë në vend. Gjykatësi në gjykatën themelore me kompetencë themelore ka pagën neto 86.623 denar, me kompetencë të zgjeruar e ka 89.346 denar. Kryetari i gjykatës themelore ka 99.112 denar. Këto janë pagat e gjykatave themelore. Në gjykatën supreme, gjykatësi merr 105.000 denar, teksa kryetari merr 114.000 denar. I pyetur se si janë pagat e gjykatësve në krahasim me vendet e tjera, Kambovski theksoi se ne jemi prapa sa i përket pagave. Ai shtoi se që të arrijmë të kapim vendet fqinje, fillimisht duhet të kemi shpenzime më të larta. Kështu që, siç tha, kur të arrijmë këtë, atëherë do të jetë një llogaritje tjetër. Përndryshe shtoi se mbetemi prapa në aspektin e vendeve fqinje, LRM të Bashkimit Evropian.